General lejtnant, heroj popullit. Për të dume. Tani heroj popullit ishin gjithë ata? Jo, gjithë, jo. Si ishin gjithë? Jo, nuk ka qenë gjithë. Enver Hoxha ishte? Enver Hoxha ishte si... Myslim Peza ishte? Kush? Myslim Peza? Myslim Peza, po. Beqe Balluku ishte? Beqe është bërë nga fundi, po. Po nga fundi, po ishte? Po ishte. Të herë herojt popullit ishin ata, po? Jo. Dhe çfarë tha Petri Dume? Petri Dume erdhi dhe na tha që juve të klasave të fundit, tha përgatituni mirë, se do dërgojmë jashtë shtetit për... Do dërgojmë studentë për jashtë shtetit. Nuk e tha për pilota. Nuk e tha për pilota? Jo, ja. Një nxënës aty, klasës një, Akim Vebiu nga Gjirokastra, i tha, shoku, general lejtnant, nga jashtë shtetit shkojnë ata që i ka blapsi. Këtë petit i tha, ashtu tha? Tha, po si është që punë? Po i thamë dhe vetë. Dhe jam dhe shpjegum që vitën parë, vitën parë ka patur raste që kanë shkuar nxënës poshtë mesataras, dhe sa di nxënës të shkëlqyer, unë kisha një rast për një nxënës nga Lezhë që nuk shkoj ai, po shkoj një tjetër që ishte më dobës se. Dhe se ishte. Pastaj ky rast besoj se Petriti megjithëse ishte ushtarak shumë i rrept, shumë i rrept, çdo pamje. Ishte i rrept, ushtarak ishte i rrept. Dhe sa dhe për vendimmarrje ishte shumë i drejtë. Petrit? Po, Petriti. Dhe kush ishte më i mirë, Petrit apo Beqiri? Jo, këtë dalim nuk e bëj dot. Nuk e bën. Ja, nuk e bëj dot. Dhe në atë vit caktohen student për Bashkimin Sovjetik për pilota nga Veriu për herë parë. Ti je pilot i parë i Veriut? Jo në Veriut, i Kukshit. Nga Kukshit ti je i parë? Po, i parë, ja. Pilot i parë? Po, pilot i parë. Po nga Veriu? Nga Veriu ka nga Shkodra. Duke pas nga Shkodra? Po, Shkodra ka patur. Dhe për atë vit, këj pasaj me caktoj 2 student për pilot nga Kukshi. Kush i caktoj? Petriti me Petriti vetë, jo, jo të salë, po thëmun që me scenari... Kam biseduar. Me qëkuri, do të këtë qenë udhëzimi ti. Po. Se vajtëm 2 pilota, 2 studenta për pilot nga Kukshi, 2 nga Tërpoja, 2 nga Rësheni, 3 nga Peshkopia. Tani, këtu është Enver Hoxha. Po Enver Hoxha kishte, jo, nuk e kemi, nuk është asje. Okej, po, do më thënë, 2 Skënderbegas do shkoni për studime për pilot në Bashkimin Sovjetik. Po. Ju dhe një tjetër nga Kukshi. Nga Kukshi. Si quhej tjetri? Sami Gjana. Shkuat ju në Bashkimin? Po shkuam në Bashkimin Sovjetik. Ku studiuat? Neve shkuam për të në Bashkimin Sovjetik, shkolla më e njohur për sa të përgatitjes së pilotëve, ka qenë shkolla me emrin e Çkallovit, një pilot me njohje shumë të thellë në Bashkimin Sovjetik, në qytetin Borisoglepsk. Ku ishte ky afër Moskës? Jo, ky ishte në jug perëndim të Moskës. A jug perëndim të Moskës? Aty qytetet të larg, janë të larg, por quhen afër sepse nuk kishin hapësira shumë e madhe, edhe që ishte të afër. Ajo aty ishte një ditë e gjysmë me tren. Një ditë e gjysmë me tren? Po, me tren. Wow. Ashtu. Dhe neve shkum pastaj u përzgjodhen 20 vet. 20 studentë Skënderbegas nga më të mirët. 20 Skënderbegas? 20 Skënderbegas. Vetëm për pilot? Vetëm për pilot. Vetëm për pilot, ë? Unë flas për pilotët, pastaj për tjerët. Për tjerët. Po jo, vetëm 20 ishin vetëm për pilot. Po, 20. Në vitin 1957? 57. Po. Sa vjet studiuat atje? Atë neve studiuam 4 vjet. 4 vjet. Vetëm për pilot? Vetëm për pilot. Tani, në mendjen tënde kur thanë ti do studiuosh për pilot, si e ke? Kjo është një foto, jeni në Borisoglepsk. Po, ide. Kush jeni ju? Klasa. Ja, në mesin nga si duke qeshur. Po, ai duke qeshur? Ja. Ore, po ti s'ke ndryshuar fare në fytyrën fare? Këta ishin gjithë shqiptar? Shqiptar shumë. Student, po kjo në qendër? Ky në pedagogu. Rus. Pedagogu rus në kolonel Rastargujev në epte teori fluturimi. Teori fluturimi. Tani, kur shkove atje dhe thanë që këtu do studiosh për pilot, e mendove në njërë, ore, e kishe qef, se dhe në do me dizdi asgje? Shikoti, zoti Roland, unë dhe që për neve mendoj që për mua ishte një gëzim shumë i madh. Ishe gëzuar, gëzim shumë se të shkoj për të studuar për pilot në Bashkimin Sovjetik, që atëherë në Bashkimin Sovjetik e qunim nënën e gjithë botës. Më në tonë, Bashkimi Sovjetik ishte sikur e shpëton. Ja këtu, Po, këtu e me 2 student. Kingi, pashe me qenë.
Ja, ashtu. Si ashtu, ti edhe tani je kështu si aktor filmi je. Si janë aktori, ja 5 janë 20. 5 janar, këtu je vit parë? Viti dytë. Viti dytë. Fillimi viti dytë. Tani, fillohet shkolla. Po. Kur hipe për herë të parë në avion? Në avion kam hyrë për herë të parë në dhjetor të 57-s. Po shumë shpejt pas këtij. Po shikoj, neve shkuam në Bashkimin Sovjetik në Korrik. Po? Filluam me një përgatitje teorike, Po? se praktika e mëparshme e shkollës në Bashkimin Sovjetik për neve, për shqiptarët, ishte që një vit bënin përgatitje të përgjithshme të landët që ishte dhe në gjimnazit, në shkollës mesme. Të shkollës në Bek? Po, të shkollës mesme në tërsi, ashtu. Dhe mirë po neve mirë se kishim marru shkollën, kishim marru gjimnazit dhe kur ballafaqu me të dhënat, me njohjen për shumë të gjuhës ruse, se neve kishim bë 4 vjet bashkim në Shqipëri rusisht. Rusisht ishte bërë? Po, kishim. E një mirë? Mund të flisim me fjallë, kuptoshim dhe flisim e lirshëm. Po. Jo fare, lirshëm po të flisim shumë mirë. Direkt ju hipën mbas 4-5 muaj në avion? Po, mbas me 4-5. Tani unë këtë foto e kam shumë për zemër. Qa foto? Kjo foto është foto që bëshën paradat e FSS 29 nëntorit, paradat. Çfarë thua? Ai kryesori është një avioni bombardus i mesëm. Ai i pari andej? Po, i pari një. Mos është në njëri nga ata që ke drejtuar ti? Jo, po, këto janë gjithë këta janë mik 17 janë këta. Po? Ka fluturuar me këta unë. Po jo unë këtu të kjo. Të kjo nuk je? Jo, të kjo s'jam unë. A sa mirë do ishe ti. Po i ke drejtuar këta? Po, i ke drejtuar, kam fluturuar me tjerë. Po pse si e ti aty pasi? Jo, po, shikon dashur, se unë kam marrë pjesë në parada. Po kjo ishte një parada që mbylli një parada. Kurse unë isha për shembull të formacionet në tjera. E kuptoj. Do kthehemi këtu, po mbetemi në Bashkimin Sovjetik. Do të thonë ty hipën për herë të parë për të bërë një fluturim apo direkt në timon? Jo, është sigur, direkt për timon është nivon muhabeti. Ti thjesht fluturove? Jo, sigur, njëherë ti bëhet fluturimi i parë, për herë të parë, një jetë bëhet fluturimi prezantimi me ajrin. Me ajrin. Po, me prezantimi me ajrin. Dhe aty di instruktori ose ai që të merr në kontroll, në fakt ti pasagjer fare sepse për herë të parë. Pasagjer, po. Nuk ke gjën aty. Po. Dhe pastaj kur të vinë tokën e të pyet, mësin sepse shikoj, pilotim duhet pilotit bëhet, ai student që ka aftësinë për të orientuar në hapësirë, të mësoj që mos e marr vesh që tutohet. Po ta di ku është një objekt, ku është një objekt tjetër, nga do vesh çfarë do bëhet, sepse ndryshe nuk fluturon dot. Ju hipët në avion, sa zgjat ai fluturim i parë? Ai fluturimi i parë ka zgjatur rreth 30 minuta. Nga u nisë dhe ku shkuat? Jo, shikoj. Fluturimi i parë u bë pilotazh në zonë atë që themi di si bën ato pilotazhet, ato rrotullimet. Sepse me këtë ata dolën për të parë si po reagojmë neve. Domthonë si e kemi di gjendjen e di shëndetësore reale. Shëndetësore reale. Se mund të birtifiket ose mund të vjedhësh ose mund kushtet çfarë mund të ndodh. Të zë avionin. Po zë avionin. Po zë avionin. Ti si dole ti? Mirë, shkëp shumë mirë. Shumë fare, po. Sa bëri nga ato pilotazhet kështu? Bëri pilotazh sa patë në program. Dhe u kthyet. Dhe u kthyem. Po ai për shembull kur zbitëm tokë më pyeti tha, ku shkonim tha nga poshtë sipër. Çfarë ndjeve? Sepse si shumë ku shkon nga poshtë sipër, po ke shumë bigarkesë. Domethënë ke shtypje. Ashtu. Dhe ti ke gjakun nga koka një drejt e këmbëve. Ti në këmbë? Po ti zemra di merr formë të tubuje. Zemra? Po, dhe pranaj pilotit duhet të ketë të dhënat shëndetësore, të jetësore të trupit, duhet të ketë në eficiencë të pilot, si mas parametrave të caktuar nga mjekësia. Besoj ata të kishin vizituar? Po. Si ishe me shëndet? Normal, shumë mirë. Me shëndet kam qenë di, përsa takon në kërkesave për të bërë pilot, normal krejt. Normal. Po. Edhe a më thamë, çfarë dhe me thash, më ftof koka, e qeshi, se me gjithmen të ftohet koka që ti kënë gjakun. Dhe më ndë me këte kuptonë që nuk që ka një pasagjer kot, nuk është shutuar, po e ka ndjerë një fluturimi. E ka përbaluar. Po. Pastaj e bëri figurë dhe është një figurë të riel që zotë aeroplanin. Po. Tha, po kërë bëme, dhe kësaj të riel, rusisht e thonë shtopër.
Dhe më thamë, po grupën, të vëtëri, thashon, më duk që u shtova nga një lisë i lartë. Edhe këtu jeni për të qeshur ati. E kështu pas të vazhduam. Si ishin 4 vitet e studimit në Bashkimin Sovjetik? 4 vitet e studimit në Bashkimin Sovjetik kanë qenë vite të ngjeshura, të lodhshme, por të angazhuar për të plotësuar neve me të gjithë përkushtimin tonë që kishim vajtur për ta bërë atë detyrë. Ju jetoni të këtu ku jam. Jo, aty, po këtu është në Tiranë, besoj. Në Tiranë. Jo, po flasim për Moskë. Si ishte Moska? Si ishte Bashkimi Sovjetik? Shiko, Moska dhe Bashkimi Sovjetik ka qenë dhe është qytet modern. Shiko, për shembull, neve që kur vajtëm në 57-ën, aty kishte trolejbus, tramvaj, metro, dhe metroja e Moskës që më e ka bërë Stalini është nga më komodët në botë, që ka bërë Stalini. Pse? Sepse kur futesh në metro të Moskës, sikur je futur në një pallat. Do nuk kanë vetëm sa për sipër tuneli që më kalu di treni. Po është më e madhe. Është e madhe dhe ke restorante, ke di ku të ulesh, ke di ku nuk shfeshin tunel. Jo vetëm thjesht tunel. Domethënë këtë ka di. Këtë kishte. E shijove jetën në ato 4 vjet? Unë që ishe student? Po. Unë mua më duket që ka qenë një jetë mjaft e këndshme. Një jetë që mëson, dhe më në di bësh e di me di arsimin për katës për të shërby jetës tënë edhe, atë tënë, po dhe trajtim shumë i mirë, shkolla me nivel të lartë. Në libër ju shkruani që impresion të veçantë ju ka lënë Stalingradi. Po. Pse ju ka lënë Stalingradi? Sepse ne Stalingradin e dim që është atje u bë kthesa e madhe e luftës dytë botërore, betejë e famshme. Dhe brenda kësaj të pyes edhe për atë që si arriti ushtria e kuqe të kapte rob 300.000 gjerman. Edhe kur e kam lexuar në leksion në histori të artit ushtarak, sepse tani po të them që edhe unë kam mbaruar shkollën Skënderbej. Ashtu është. Po, se nuk e di. Dhe jam habitur, si mund të kapë rob 300.000 gjerman? Shiko, organizimi i luftës, ata i thonë lufta e madhe patriotike. Nuk e thonë luftë e dytë botërore, po e thonë luftë e madhe patriotike. Velika atje që e vajna, e thonë e dyvështisht. Dhe, shiko, kanë patur një organizim të përsosur, mendoj unë, se neve bëndim me gjithë lëndëve tjere, bëndim dhe histori e artit ushtarak në Bashkimin Sovjetik. Dhe atje bëshim bëndim me mësim të gjitha betajet që bëshin. Këtë jemi duke për kalu për një maj. Këtu, në Shqipëri? Jo, në Moskë. Tu e në Moskë? Jo, në Moskë. Atër, a Borisov Glepës? Me një maj. Kush jeti këtu? Ja këtu, ja. Ky? Ja këtu. Në Moskë këtu, a? Po, në Moskë. Kjo është uniforma e studentit? Po, kjo, forma e studentit. Uniforma e studentit. Po, dhe si kapën ata 300.000 gjerman robë? Shiko, se jo, do flasë në një minutë për të parë një organizimin. Popullë sovjetik për atë kohë, se neve duhet të flasë me historinë të paracesim si që ka qenë për atë kohë. Jo, mi se nuk e du më dashe dhe të themi se nuk ka qenë gjedi në atë kohë. Unë nuk kam patur asë njënë që një me të këtin që të bëjdi me retushim asa që kam jetuar dhe kam patur bindin për ato që kam jetuar. Atje për shemë dhe ishte një propagandë shumë e fuqishme. Neve gjetëm edhe akoma dhe plakata të dha, me një grua të thinjur, ku shkruaj Rudin e Madh Zaviot, atë dhe unë nën thëret. Po, duhem dhe fjashtë. Ndërsa, Stalini kështë ndjekte dhe këtë një taktik, që qotë në luft familjerisht, burë grua, 3 vlezër, 3 vlezërit, bab birë. Po pëse? Po pëse, sepse o do mrosh ti baba dhe babaj tyja, ose nuk më të kete një ndryshim. Zgjedhje burë. Po këtë taktik e më e zbatote. Pastaj, dhe merreshe mendimi, se për shembull, unë kam lexuar dhe kam një libër të Zhukovit, ati që e pam dhe vetë këtu, që fletet edhe për luftën e dytë botërore, fletet edhe për Stalinin. Ai thotë dhe jep edhe këto pasazhe që duke argumentuar që Stalini nuk ishte i pa bisedueshëm me të. Po ai për shembull ta merrte mendimin nëse kishte të saktë, merrte mendimin tënd.
Dhe vendimet, betejat që planifikoheshin, bëshin nga shtabi përgjithshëm, pastaj meratoshin në byron politike. Për Stalingradin, për një betejë tjetër, apo për Stalingradin, për çdo betejë bënë një planin, një bënd të Stalini dhe një bënd të Zhukovi. Dhe i paraqesin një që të dy. Zhukovi, për ata që se dini, ishte generali që organizoi, që drejtoi luftën. Që drejtoi luftën, shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë kuqe. Shefi i shtabit përgjithshëm i ushtrisë kuqe. Që ka marrë, ka ngritë në reshtakun të flamurin e fitores në 9 maj të 45. 45, po? Edhe i pyeta ata ndërbetat në politikë, thotë që për cili plan është më i përshtatshëm të gjithë, thotë ju i shoku Stalin. E thotë jo, thotë më i miri është një plan i Zhukovit. Dhe i thotë Zhukovi thotë që Stalin thotë nuk ishte që smerte parasysh. Dhe kjo ishte baza që ata arritën të kapin ngrop 300.000 gjerman? Themon që me që ata bënin një diskutim real për të arritur fitoren sepse s'bën. Po? Pastaj edhe shikoj ata për shembull sipas propagandës na mëson flas si ajo propaganda që bëhin. Për shembull ata kishin urdhër që edhe kur të vritesh të bish në anën e armikut. Si ishte kjo? Edhe kur të vritesh në luftë, duke luftuar, kur të vritesh të rrezosh para. Dhe jo mrapa. Dhe parullat e shkruaj kudo, një shagu nazad, domethënë asnjë mbrapa. Asnjë mbrapa. Po asnjë mbrapa. Tani ata e rrethuan që kapën 300.000 te ngriu e liçeni. Jo, është lumi Volga. Lumi Volga, pas shumë i gjerë dhe grinta se kalonin tankët mbi te. Kaloi tankët mbi te Stalin. Ky ishte urdhri. Po, domosdo. Dhe shikoj, betejat e më të mëdha me epope epike që janë bërë në kodrat perëndimore të Stalingradit. Se Stalingradi shtrihet në 7-8 kilometra në gjatsë brygjeve të Volgës, nëpër disa kodra kështu. Dhe këto kodrat e Malahov, ato Kurganska e Murman, e ka emrin ai vjen ku janë zonë këta. Atje për leshje, për jetë vdekjes s'ka muhabet aty. Pastaj armat nuk ka qenë këto që të vinë në mënyrë të papritur, pa pandehur. Ato ka qenë armat reale. Top, predh, ashtu. Dhe arritën dhe një të rrethuar, bëjnë e ushtrinë të Hitlerit, me gjithë feldmarshal Paulus, një feldmarshalli më i famshëm Gjerman. Po? I zunë drap, edhe 300.000. 300.000. Tani, zoti Koci, si ishte jeta në Moskë, domethënë dhe në Rusi, jeta sociale, sepse shumë student, unë kam pasur dhe pedagogët e mi, që kanë qenë atje, u lidhën, u dashuruan me vajza ruse. Ju ratë në dashurimin e vajzë ruse? Shiko, unë personalisht, kisha thënë vetës timin mendje, që nuk do martoh me ruse. Pse? Po nuk do martoh me ruse, sepse kur isha së Begas, vinin këto oficerët tanë, që ishin student, që ishin studim bashkëmi sotik, me gra ruse. Dhe ata, se kur themi njëve se po flasëve që pispillose si shumë, dhe nuk ju pëlqente shumë e jeta në Shqipëri atë. Jo nuk ju pëlqente, se aty ju pëlqente se rrodin mirë për sa tyre. Po mi thoshin që nuk ka dhe arktim këtu. Kishin e mendime... Pyt pas ka zënë Sedra Kuksianit. Po, më zuri shumë Sedra. Sedra Kuksianit, ta gjeta, ha? Me gjetem. Dhe ti thej që s'është për mua kjo? Jo, s'është për mua kjo, se thashtë të marrë këte, dhe që këta që fshatë dhe të më shajë lokën ke mua, O, sa e bukur kjo. Ti vendosi që unë me ruse? Tani mos e thoj që s'pëlqejnë ruset vajzat aty. Jo, shiko, vajzat ruse, me thënë ishin një të hapura, të qildura, të emancipuara. Ato që vinë se neve kishëm lidhje me fakultetin e filologjikut të gjuhës ruse të universitetit. Po? Dhe kishit? Po, marrëdhënie normale. Unë për shumë kam shkoja në gjitha mramit e Shkojmë brami. Ke vallëzuar me ruse? Kam vallëzuar, kam biseduar, po bisedet e në atë kohë, zotë Roland, nuk kanë qenë këtë që themi neve, o sa të dua, o plasa një për ty. Po që ishin? Qiko, për shumë, neve thoshe, ata thoshe, për shumë, qërë filmi një ke para, qëfar libri ke lezuar, qëfar ditë bësh,
përveç të mësimeve. Ti bishe në vegli muzikora, merresh me sporta, çfarë teatri di ke parë, çfarë njohje di ke për inspiratë. Vajzat ruse pse binin dashuri me djemt shqiptar? Po binin se sigurisht neve si rast ne jemi rast shumë e pashme. Si rast. Me thënë drejt, çik për diskutuar është kjo se kështu thoshim ne dhe kur në 90-ën u hap Shqipëria, jo vetëm që nuk ishim rratë se e pamshme. Jo, e pashme dhe më thonë fizikisht. Po mirë, pra tani mos ta bëjmë vetëm tani. Unë flas për 90-ën kur u hapën, kuptova që nuk ishim dhe aq të bukur sa mendonim. Në rusë dhe kështu na thoshin. Kështu thoshin, ë? Kështu thoshin. Kishin një shok që u lidh me ruse? Kemi patur gjatë kohës që ka të studiuar studentë shqiptar atje, rreth 11 vjet. Po? Janë martuar 3. 3? Po, 3. I mbajtën ruset këtu? I mbajtën ruset këtu dhe që 3 i përfunduan keq. Si përfunduan? Përfunduan ku që keq di i arrestuan. Me gjithë gradë. Me gjithë gradë, ha? Po. Oficerat? Oficerat. Ose pilota. Pilot, ha? Po. Shokët e tu? Po, jo shokët e mi. Njëri ka qenë... Po, i një, do të. Po, i një, shokët e mi, tamam, shokët e mi. Ti vete vujte e të vinde keq? Dhe mos do të për kishme një shokëne, pastaj se neve njifnim edhe një gratë e tyre, se këshim, përse duhe këshim që në shpije, këshim mardhanje me ta. Tani, për ta mbyllu këtë, një nga ato që thoshin pedagogët tanë atëri ishte që ky lëshimi ndaj djemve shqiptar ishte edhe për faktin që 25 milion rus ishin vrarë gjatë luftës botërore dhe vajza dhe gra ruse ishin tamam, ishin në disproporcion me meshë. Në regjistrimin e vitit 1959, kanë dalë 32 milion femra më shumë se sa meshkuj. Ua! Në Bashkimin Sovjetik? Bashkimin Sovjetik, si mas gazetar. Në vitin 1959. Në 59, do të thënë 32 milion? Po, femra më shumë se sa meshkuj. Femra më shumë se sa meshkuj, e? Si mas gëndave që e për të shtypi... Po s'pas kanë pasur faja ato, zote Koci. Po dhe një propaganda ruse i rusëve ishte që të bëni me sa duke do një që të futëshi sa më thellë të Shqipërim, dhe më themon. Ishte dhe kjo, ha? Edhe më themon se na thoshin e dim, neve që nuk pranonim, po shte ja, mërë të zidhi, cilin doni juve, ja, zidhi. Po thoshin ty, ha? Zgjidhe? Po gjithë me radhë, mua e tjeti. Po pëse që ishin ato, dele ishin ato do zgjidhe tje? Po, pastaj kër i di s'ke shumë për të menduar. Po ti e fortë se si nuk je të nduar, ha? E fortë me sa duket e di nga jo që unë mendoj që përjatët e fshatare duket pas... Ata tjerët ishin qytetarë tani, mos e thuaj këta tani? Jo, po thonë për vetet një, se shikom. Ti thonë për vetet një, po ata nuk ishin qytetarë tani, në 57 tani, që ishin ata? Shikom, e vlerëson dhe jetën më shumë them unë, me aj që ka vujtur. Aj që nuk ka patur shumë me dikët, bënë që është veshur i ditë dobet, nuk është veshur i ditë shumë mirë. Nuk ka patur të hajë gjithmonë 3 herë ditë i ushqimit që ke dashur për të hëngër. Edhe kështu që ai pastaj e njeh vetëm më mirë dhe i bën më shumë një shërbim jetës për të qenë në rregull pastaj kur fritet. Tani këta personalitete që u bën më vonë si Dritrova Golli, Ismail Kadare, po edhe personalitete tjera dashuruan vajza ruse. Ti di një nga këta historitë e këtyre? Jo, unë njohur për atë kohë, unë asë Kadaren, asë të dritrojnë si emër, nuk ka... Edhe një foto me djali? Djali me Kadaren. Nuk e koqiduar atëre me një personalitet kur ke studuar ti ta kesh jo? Jo, këta ishë një student atëre. Unë në 58 kemi kaluar pushimet në Leningrad. Në Leningrad? Në Leningrad, po. Dhe atje vajta të universiteti i gjuhë letërsisë. Po? Për të parë dhe isha një kurios, për shumë të shqip një tekstet shkollore, tekstet të jepsin dhe mësimat jem, se a shkruajnë gjë për Shqipërinë apo jo? Shkronin? Jo, vetëm pak kohë ishte për Gjegjfishten. Për Gjegjfishten? Po, aty kam shumë... E ke njëru Gjegjfishten aty? Aty kam shumë për emrin Gjegjfishten, se kisha rrë gjemnasin shkëllqyshën dhe në qatë emrin. Tani besoj, unë po të bëj pyetje kështu, se ti e 86 vjeç, po bashortja të besoj që ti nuk që lidhu me asnjë ruse? Shiko, bashortja, çfarë ka besuar e dija jo, po mua s'm ka thënë, unë kam patur fotografi të vajzave që vallëzoja me to në album. I ke pasur Po, 3 vajza që... Ani unë filloj dyshoj që ti edhe mund të ketë pasur, mund të ketë pasur në një.
Të dy shumë është, së të përkon njëri. Po unë kam patë fotografi të vajzave, se këshim marrë një shoqërore, sikur një shoqë të rëllan. Unë mendoj që, nështë jo vetëm, po shumë vetën të kështu, që në atë kohë shoqëria ka qenë shumë e hapur. E hapur, ha? Shumë e hapur, liberale. Jo liberale, po në kuptimin që me marrëdhënie shoqërore të sinqerta. Të sinqerta. Tani, mbaruat studimet në Bashkimin Sovjetik, u kthye në Shqipëri. U kthy në Shqipëri. Kishe në i mende kështu të rrije? Ja. Së shkone në mend? Ja. A ndëni në ju ushtarak atje? Jo, nga neve jo, kanë ndërë 2 pilota për helikopter. Ka qëndruar atje? Po, kanë qëndruar atje. Po si nuk u kthyen? Po se kjo s'dëshën të kthehen, nuk u Po dënuan? Jo, mbetën dhe gjatë Bashkimit Sovjetik. Bashkimi Sovjetik, ha? Po. Se di unë të po, pse kishe edhe nga këta që mbetën, ha? Po, do të 2 pilota të helikopterve. Po mi, si ishte rregulli? Ç'a ndodhte me këta pastaj? Po rregulli ishte që të ktheheshin, po atëherë qeverit ishin te me njëra tjetrën duke u zënë, kështu që atëherë sikur të rrinim të gjithë, ata thoshin rrini, fjala vjen. Patën pasoja familje këtu? Nuk e di, nuk e kam ndjekur. Okej, ju u kthyet në Shqipëri. U kthyem. Ku filluat punë? Punë filluam në regjimentin e aviacionit gjysmë bombardues në qytetin Stalin. Në Kuçov. Në Kuçov. Po. Aty tani, nëse është e mundur regjia, disa foto janë nga Kuçova ku tani atje mësove shumë mirë pilotimin. Sa të kujtohet që sa herë kishe pilotuar avionin atje? Dëgjoj, un kam këtu ja tek. Kam librezat e fluturimit në të ka çanta. Te çanta librezat e fluturimit? Po ne mund t'i marrë, ja të më ndihmojnë të regjisë. Ndërkohë ne bisedojmë. Sa herë fluturove në Bashkimin Sovjetik? Po aty kam me saktësi se shiko, fluturimet nuk bëhen në